Rruga e Kaldrunit që lidh disa fshatra të njësisë administrative shëndër me qytetin e Koplikut në Malsinë e Madhe vijon të degradojë çdo ditë më shumë. Pas 2 ditësh pareshje, prurit e ujit ende bllokojnë këtë rrugë, ndërsa asfaltimi i dëmtuar e bën çdo kalim të rrezikshëm për banorët dhe automjetet e tyre. Kjo është rruga e Kaldrunit. Kjo rrugë këtu në qytetin e Koplikut lidh të gjitha fshatrat e zonës së Buzës së Ujit, që do thonë Kaldrunin, Jubicën, Kamicën, Flakën, të gjitha këto fshatra i lidh me qytetin e Koplikut. Kjo rrugë, i dikur asfaltuar, tashmë ka psuar vërtet atë degradim që shikohet edhe në kamerë që ne e realizuam. Uji vazhdon të rrjedhë edhe pse shiu ka pushuar prej 2 ditësh. Çka do thotë mos interesimi i bashkisë për të investuar në kanalizime, në asfaltime, pikërisht në rrugët më kryesore që ka qyteti i Koplikut dhe Malsia e Madhe, është vërtet një nedërsim i shkallës së lartë. Ndërkohë, ne kujtojmë që vërtet tashmë prej rreth 11 vitesh Bashkia e Malsia e Madhe e ka patur në harresë këtë zonë. Banorët denoncojnë se situata po rëndohet vazhdimisht dhe çdo përpjekje për të përdorur rrugën shoqërohet me dëmtime në automjete dhe vështirësi të mëdha për lëvizjen drejt qytetit. Problemi sipas banorëve është një pasqyrë e qartë e mungesës së vëmendjes dhe përgjegjësisë nga ana e Bashkisë Malsia e Madhe, e cila pavarësisht kërkesave të përsëritura përmes mediave dhe mesazheve drejtuar kryetarit Tonin Marinaj, asnjë masë konkrete nuk është ndërmarrë për rregullimin dhe përmirësimin e gjendjes. Situata tregon jo vetëm degradimin e infrastrukturës, por edhe mos funksionimin e institucioneve vendore, duke lënë banorët të izoluar dhe të rrezikuar çdo ditë, ndërsa premtimet e bashkisë mbeten vetëm fjalë pa asnjë veprim konkret.